ta verifikoj statusin juridik të kësaj prone dhe prona do rezultoj e lirë pronë shtet, brenda asaj sipërfaqe që është njohur me vendim nga Komisioni i Kthimit Pronave, toka trulli kthehet aty ku i është Po si, ai shkon me vendimin e njohjes si ka pasur. Që nga vjetori 2023, Korporata e Investimeve Shqiptare ka hapur 8 thirrje për zhvillimin e pronave publike në bashkëpunim me privatët. Projektet përfshin një kompleks zyra qeveritare, një park teknologjik, një qendër panajirësh, një bibliotekë kombëtare dhe stadiumi Selman Stermasi, duke ofruar mundësi për ndërtime kullash në këmbim të investimeve. Qeveria i ka promovuar këto nisma si zhvillim ekonomik, por procedurat e paqarta dhe mungesa e transparencës ka ngritur shqetësime. Për 2 projekte, Expo Albania dhe Durana Tech Park, ende nuk kanë thirrje konkrete për investitor dhe proceset janë shoqëruar me vonesa. Shpenzimet për konkurset arkitekturore kanë arritur në rreth gjysmë milioni euro, ndërsa qeveria pretendon se këto fonde do të mbulohen nga partnerët privat. Deri më tani investitorët e huajt mungojnë dhe shumica e projekteve nuk kanë oferta konkrete. E vetmja garë që ka ecur pa shtyr është ajo për rijetëzimin e stadiumit Selman Stermasi me fituesin që do të shpallet në datën 4 prill. Ndërkohë disa projekte janë rihapur pas dështimit të thirrjeve fillestare si ai bibliotekës kombëtare, që anëllua për mungesë ofertash dhe u rihap sërish në mars. Madje edhe thirrje për zyra qeveritare dhe kullën Lift Tower janë shtyrë disa herë. Pra pa një analizë të qartë financiare dhe vendime të marra pa konsultim publik, mbetet e paqartë se kush do t'i mbulojë faturat dhe çfarë përfitimi do të kenë qytetarët dhe publiku nga këto zhvillime.